nderuar organizator, të nderuar Valbona Kola, kryetar e Bashkisë Klos, të nderuar banorë të Zjeprit, të ftuar miq dhe pjesëmarrës në këtë festë tradicionale. Është një nder dhe privilegj i veçantë për mua që ndodhem sot në këtë vend të mrekullueshëm, të bekuar me bukurinë të rralla të natyrës. Një dhuratë që natyra na ka falur komunitetit të Zjeprit dhe gjithë vizitorëve që shijojnë, trashëgojnë brez pas brezi. Sot kjo bukuri merr edhe më shumë vlerë fal për kushtimin tuaj, sepse po dëshmoni se kur njerëzit bashkohen për vendindjen, traditën, kulturën, çdo organizim shndrohet një festë zemre. Jam po aq i lumtur që së bashku me një pjesë të ansamblit artistik Benda, kemi mundësinë të festojmë këtu së bashku me komunitetin fisnik të Zjeprit dhe të fshatrave përreth, duke sjellë pra ju shkëngër, valle, traditat tona, ato vlera që ndër sheku na kanë ofruar vazhdimisht. Në emrin tim personal, të kryesisht shoqatës adhëtare kulturore Benda, si dhe të bordit të gazetës Krajina e Bendës, u shpreh minjorjen dhe sinqeritet më të madh për organizatorët dhe për ftesën. Thuhet me të drejtë se historia i ndan krajinat vetëm në harta, ndërsa tradita i bashkon me zemrat e njerëzve. Pikërisht, ky mesazh përcjellet sot në festën e për ne, prania jonë nuk është thjesht një pjesëmarrje fizike, por ka një domethënie shumë më të madhe. Së pari, si dy krajinat shinje na bashkojnë shumë elementë të trashëgimit sot të përbashkët kulturore, zakonet, rritet, veshjet popullore, dhe mënyra jetesës janë përcjell brez pas brezi aq natyrshëm sa shpesh është e vështirë të dallosh se ku përfundon një traditë e një krajine dhe ku fillon tjetra. Kjo është një pasuri e jashtëzakonshme, me rritet të parëve tanë, gjyshve dhe shtërgjyshve, por detyra jonë sot është që t'i ruajmë këtë pasuri dhe ta përcjellim brezave të rinj, sepse si urtësi, një popull që harron traditën e tij, humbet rrjedhjet që mban në këmbë. Së dyti, një vjep aq më të madhe kanë dhe lidhje të forta familjare ndërmjet Zjeprit dhe krajinës së Bendës, veçanërisht të Bastarit, Bastar Morizës, Vizës, Seritës e të tjerë. Jam me qindra familje të lidhura me visi dhe martesa. Shumë banorë të Bendës janë nipër dhe mbesa të Zjeprit, ashtu si dhe shumë familje të Zjeprit kanë rënjët në Bend. Kur bashkohet gjaku, bashkohen kujtimet, bashkohen zemrat dhe vlerat. Kjo lidhje janë shumë më të forta se çdo kufi administrativ. Ndaj duhet të jeni tjetër dhe gëzime dhe vështirësi. Dëshiroj të falenderoj të gjithë banorët e Bendës dhe çdo mik tjetër që u përgjigj ftesës për të festuar sot së bashku me banorët fisnik të Zjeprit. Të nderuar pranishëm, prania juaj sot këtu nuk është thjesht çështje numri. Ajo matet me dashurinë për vendindjen, me respektin për traditën dhe me dëshirën për të mbajtur të gjallë identitetin tonë. Një gëzim të veçantë na jep prania e brezit të ri. Atë gracia se këto festa nuk do të mbeten vetëm kujtime, por do të vazhdojnë të jetojnë edhe nesër në vazhdimsi. Ngjyrat e kostumeve popullore të dy krajinëve, bukuria e kësaj natyre madhështore, këngët dhe vallet, interpretimet e artistëve tanë dhe të ftuarve të ta bëjnë këtë festë një kujtim të paharruar dhe një faqe të bukur të historisë së vet Zjeprit. Më lejoni që kujtoj se pas suksesit të festës së elitës së mbajtëm në 21 qershor të këtij viti, me 16 gusht do të organizohet për herë të parë një festë tjetër në Bastar Morizë. Vetëm pak kilometra larg këtij vendi. Jam i bindur se ashtu si shumë banorë të Bastar Morizës sot ndodhen këtu, edhe pjesëmarrja juaj në atë festë do të jetë një nder për organizatorët dhe banorët asaj treve. Gjithashtu, kam kënaqësinë të ufloj publikisht që më 21 shtator të 2026-ës të na bashkoheni duke na nderuar në praninë tuaj në qendrën administrative Zall Bastar për dy evente të rëndësishme. Sofra e Bendës 2026 dhe kujtimi i formimit të brigadës 23 sulmuesit. Është vendi ku të parët tanë kanë kaluar, kanë pushuar, kanë komenduar, kanë pleqëruar dhe kanë ndarë bukën, dohanin dhe fjalën. Prandaj pjesëmarrja juaj është një detyrim moral ndaj historisë sonë të përbashkët. Dhe përfundim, dëshiroj që festa e Zjeprit të mbetet gjithmonë urë, misie ndërmjet krajinave tona. Një vatë ku ruhet kujtimet, forcon lidhjet e njerëzve dhe përcjellin vlerat më të mira. Uroj nga zemra shëndet, paqe, harmoni dhe begati në familje tuaja. Gëzuar festa.